Kur s'ka prova bindëse shkruhet gjatë se flet prokurori. Kur ka prova bindëse shkruhet shkurt se flasin provat. Por më e rënda sipas meje në orvajtjen e prokurorit pranë kuvendit është diçka tjetër. Paraqitja e një incizimi të një bisede mes një të pandehure me një bashkëbiseduese. Ku e pandehura, shpjegoj, sipas prokurorit, na qenë kesh kërcënuar. Dhe ku sipas shokëve të shit mandateve në atë procesu verbal, nuk përmend asgjë kundi në atë bisedë Belinda, ministria, titullaria, apo ndonjë gjë që duket si një kërcënim real. Tani, besojeni ose jo, unë vetë as nuk e kam dëgjuar, as nuk kam ndërmend ta dëgjoj këtë kërcënim të incizuar apo të lexoj proces verbalin. I kam të merr këto forma, po drejtësia ka detyrën e vet t'i përdori, që e pas ka shtyr prokurorin të marrë gjitha do të përpjet dhe të vitë kërkoj nga Parlamenti i Shqipërisë arrestimin e një deputete e cila, një kujtesë e vogël tu, është prindi vetëm i një vajze minorene, nuk po marr fare as për bazë faktin që këtë kërcënimin prokurori e kishte, apo jo, e kishte, edhe për para se sa ta pezullon të ministren. Ndërkohë që e nxori vetëm kur ra masa e pezullimit. Duke përdorur si rrethan rënduese për të kërkuar me çdo kusht arrestin në një turavrap i cili më shumë se sa një hap logjik i një procedure ku shfaqet një e dhënë e re, ngjan me një reagim emocional. Ndaj rrëzimit masës pezullimit nga gjykata kushtetuese. Po, nejse. Unë nuk po them fare as që një thënie një të pandehuri në të njëjtin procedim nuk ka vlerën e dëshmisë. Dhe thëniet e tij merren me rezervë pasi nuk mund të konsiderohen si provë në kuptimin që ka prova në kodin penal. Dhe këtë e thot kodi, nuk e them unë, por nuk e quaj. Unë po e zë tani se e pandehura i thot bashkëbisedueses në telefon. Belinda Balluku personalisht më ka lidhur pas karrigës. Më ka vënë në fyt një thik që kishte edhe disa pika gjaku të tharë